Një 27 vjeçar i dënuar më parë për vrasje dhe vrasje e mbetur në tentativë, u arrestua nga policia e Pogradecit. Në pranga u vu 27 vjeçari Fabian Muçollari, të cilit gjatë kontrollit nga policia ju gjetën dhe ju sekuestruan një pako me lëndë narkotike kokainë, 2 armë zjarri, municione luftarake, një shkop metalik, një shumë parash dhe një automjet. Arrestimi i 27 vjeçarit erdhi pas informacioneve të siguruara nga policia se ky shtetas lëvizte me armë zjarri dhe shpërndante lëndë narkotike në qytetin e Pogradecit. Muçollari nuk është një emër i panjohur për uniformat blu, pasi në shtator të 2016-s vrau me Kalashnikov 18 vjeçarin Fabio Hila, ku shkak për konfliktin e tyre dyshohet se u bë një vajzë me të cilën viktima kishte një lidhje dashurie. Debati mes adoleshentëve nisi fillimisht në rrjetet sociale, duke degraduar në sharje dhe kërcënime të vazhdueshme, ajsa lan edhe një takim sqarues me njëri tjetrin. Aso kohë 27 vjeçari Fabian Muçollari deklaroi përpara hetuesve se me Fabio Hilën u takua në afërsi të një lokali në rrugën e Infrashëri në Pogradec, ndërsa më parë kishte shkuar në banesën e tij dhe kishte marrë armën e zjarrit tip Kalashnikov, me të cilën ekzekutoi bashkëmoshatarin. Pas krimit, Fabian Muçollari fsheu armën në trup dhe u largua qetësisht nga vendngjarja. Mësohet se 27 vjeçari Fabian Muçollari ka dalë nga burgu në qershor të vitit 2024.